E kërkova fjalën për replik Sali. Të balancuar do ta mbajmë. Tani ta ngjojnë mediat edhe opinioni publik. Në 35 vjet Sali për herë të parë në jetën tënde ke qenë i vërtet kur unë gjitem bjeshtë i Stagut. Si vjet. Se zakonisht ti një lloj si unë kur ngjitesh në mal, na flet shpirti, na flet e vërteta sepse na thret origjina me sa duket. I vërtet ke qenë si vjet mbjeshtë i Stogut se të kam ndjek, se zakonisht i ndjek këto shëtitjet mal, jam i apasionuar pas këtyre gjërave. Aty kur zhvillove atë dialogun me Kalin, mes pasioneve të rinisë që t'u ndjes zjarri nga mrenda për të hypë në Kal edhe për të bërë xhiro të kujtosh rinin edhe moshës. Dhe në fund e the dhe vetë, në këtë diluftimin mes rinisë, pasionit, malit, fëmirisë, adoleshencës, rinisë, triumfoj kjo e dyta, mosha. E le Kalin dhe the vendosa të ecin ka. Sali, edhe të ngjoj opinioni publik, atje është i vërtet ky gjithë tjerat i ka gënjeshtra. Se dhe vetë jetën e ka ndërtuar mbi gënjeshtrën. Tani, këto desha të them sepse duhet ngjenat Saliun e bjeshve të Stogut shqiptar, jo këtë Saliun e sallës parlamentit. Këtë kisha. Zoti replik zoti Berisha pas zoti Gjekmarkaj. Të dyve, Tani, replik në vend të repliks, me datën 10/2/2020, Targeti informon pinin AM5B80 se kishin rënë dakord me styre që të mos i kërkonin taos as një tender publik apo favore të tjera përveç atyre që kishin rënë dakord të kërkonin. Ky mesazh ju përcuall taos dhe i dhan afat deri në dhjetor. Tau ju përgjigj kësaj, e garanton që të gjitha ata njerëz do të votojnë, por nëse vendosin në listë ata që donë ata në burg. Përgjigja ishte, po, ne garantojmë këtë, me pas Tao tha, ata do shkojnë në burg këtë vit. Replika 2. Replika 2. Shif, merja pak, afroju pak, merja masën pak. Saj Ols u tërguar shumë i mirë për një 2 kostume. Them unë, deklaroj se është Olsi Dado. Ai e përgënjeshtoi burrërisht edhe më detyroi të kërkoj të falur. Mora vesh se ishte Ulusiu se përgënjeshtoi asnjëherë, sepse ai atje në vend se ta thraset i thot t'ja zhvesh kostumet, t'ja hedh në kosh kostumet, ja fshet dosjen. Këto janë arsyet që ju nuk na lini ne, nuk doni pyetjet tona, po e keni gabim. Sepse vetë keni përmbys, ju bëni fjalë për këtë kod, po vetë keni përmbys kodin në atë manualin në vitin 2022, 2023, 2024. Ne nuk kemi diktue përmbysin e tij. Po pse? Sepse ai manual nuk përcakton, kurs mund të përjashtoj të drejtën e pyetjes me gojë ndaj përfaqësuesit të institucioneve. E shifni apo jo, e keni nga frika, e keni nga halli, të dy palët. Ky është një kompromis në frikë, ky është një kompromis në krim. Faleminderit. Unë ju sqarova të bazuar te rregulloria, te manuali, por edhe nëse arsyeja tjetër është që të mos përdoret foltorja e parlamentit për të nëpërkëmbur shtetin dhe institucionet e shtetit që janë më të rëndësishme se ne, se kanë qenë aty dhe do të jenë mbasi të ikim ne. Ne jemi deputet, por ne nuk kemi drejtat pakufishme. Ne kemi edhe detyrimet tona. Dhe detyrimi kryesor është të mbajmë shtetin më këmbë, jo ta vëmë atë për gjunjësh. Shumë faleminderit zoti Gjekmarkaj.